Hodhën Air Disco në Greqi, në pranga dy vëllezër nga Tirana zbardhe dëshmia. Dy vëllezër shqiptar, persona me precedent penal në Shqipëri, janë arrestuar si autor të dyshuar të shpërthimit me eksploziv të diskotekës në Athinë në mbrëmjen e 7 tetorit 2025. Në prangat e policisë greke ran Blerim Buci, 41 vjeç dhe Besmir Buci. Në prangat e policisë greke ran Blerim Buci, 41 vjeç dhe Besmir Buci, 32 vjeç, të dy nga Tirana, veç akuzës për shpërthimin me eksploziv. Ndaj tyre ishte aktiv një urdhër arresti për shkelje të kushteve kufizuese të qëndrimit, grabitje si dhe shkelje të ligjeve mbi armët. Në mënyrë të detajuar, u zbulua se pasi parkoi një automjet pranë diskotekës, 32 vjeçari Besmir Buci ju afrua objektit në këmbë dhe më pas vendosi aktivizoi pajisjen shpërthyese të improvizuar. Më pas ai hyri përsëri në automjet ku 41 vjeçari Blerim Buci po e priste dhe u larguan së bashku. Doli gjithashtu se automjeti përdorur nga autorët e aktit u ishte siguruar atyre nga bashkëpunëtori i tyre, një 44 vjeçar grek. Gjatë kontrolleve të kryera u gjetë dhe sekuestrua një thik palose telefona celular, një pajisje telekomandimi me ekran, 2 fletore me shënime, veshjet përdorura gjatë shpërthimit si dhe automjeti i mësipërm si mjet për kryerjen e aktit. Për bombën më punësoi një çift që kishte sape të vjetra, siç më thanë, me pronarin e dyqanit dhe më dhan 5.000 euro që të shkoja ta vendosja. Këto ishin të vetmet fjalë pranimi nga njëri prej 2 burrave të arrestuar. Sipas hetimit të policisë, bomba ishte një mesazh paralajmërues. Autorët kërkuan para për ofrimin e mbrojtjes së palishme, por refuzimi kategorik i pronarit për t'u nënshtruar shantazhit çoi në hakmarrje. Gjatë operacionit 41 vjeçari Blerim Buci u gjet në një zonë të pazbuluar në natyrë ku përpoq të fshihej. Kur policia ju afrua dhe u përpoq ta ndalonte, ai rezistoi fuqishëm duke i goditur me duar dhe këmbë, por ata arritën ta ndalonin. Personat e arrestuar, të cilët janë akuzuar në të kaluarën ndër të tjera për sipas rastit vjedhje, pahishmëri, grabitje, mashtrim, dëmtim të rrezikshëm trupor, falsifikim si dhe shkelje të ligjeve për drogën, u dërguan në autoritetin kompetent të ndjekjes penale.